çfarë pritet të ndodhë më 22 janar teksa gjykata kushtetuese do të marrë në shqyrtim në seancë të hapur çështjen e Belinda Ballukut nisur nga ankimi i Edi Ramës? Shiko, të them, nëse doni ta elaboroj këtë dhe juridikisht, për SPAK-u nuk përbën asnjë lloj problemi. Po s'përbën asnjë lloj problemi, po fare problemi. Do me thënë deri në 22 janar mund të arrestojnë nëse merr miratimin nga kuvendi për heqjen e imunitetit. SPAK-u atë ka nën hetim. Provat që ka i ka mbledhur, i ka administruar, padyshim që ajo kërkesa që është për pezullim është një kërkesë e bazuar tek dispozita përkatëse dhe ka nevojë të jemi koherent dhe korrekt, që ka nevojë padyshim për një qartësim nga gjykata kushtetuese dispozita në 222 kodit procedurës, që mos të kemi më të tilla si mund të themi konflikte juridike në të ardhmen dhe do jetë mirë që gjykata kushtetuese ta zgjidhë një herë për gjithmonë këtë histori. Duhet të sjell në vëmendjen tuaj që çështja ka kaluar në seancë plenare me një nga 8 antarë të gjykatës kushtetuese, 5 ka votuar pro dhe 3 kundër, që nesër ata 5 pro dhe 3 kundër mund të kthehet në anasjelltas dhe kështu që nuk i dihet se si mund të marri dhe çështja. Por mendoj që edhe sikur ajo të jap të drejtë zotit Rama, përsëri nuk do të shoj asgjë te zonja Balluku sepse ata do vazhdojnë hetimet, do vazhdojnë kërkesat e tyre në komisionin parlamentar për mandatet, për heqjen e mandatit dhe besoj se kjo çështje gjë nuk do ta pengoj fare SPAK-un që nesër të shtojë asaj një akuzë tjetër dhe të marrë qoftë edhe një mas tjetër. Mos harrojmë që deputeti arrestohet edhe kur është duke kryer një vepër penale në kushtet e flagrancës. Kështu që nuk e dim si mund të ndodhi nesër, mund të jetë në kushtet e flagrancës, mund të bëhet edhe arrestime kështu me radhë. Nuk i dihet asnjëherë historisë çfarë mund të ndodhi në të ardhmen. Por kjo nuk e pengon SPAK-un që ndaj zonjës Balluku të vazhdojë dhe të thellojë hetimet dhe padyshim të shtojë edhe akuzat. Avokat, çfarë do të thotë rasti Ergyes Agasit, i cili pothuajse kishte ndërtuar një shtet paralel dhe ndërkohë shërbente si koordinator mes Edi Ramës dhe krimit organizuar dhe nga ana tjetër kishte filmuar deputet, ministra apo drejtor që shkonin në zyrën e tij? Zoti Agasi nuk ishte ndërtuar shtet paralel. Zoti Agasi është vetë shteti, sepse nëse shteti është i kriminuar në tërësi, nuk ka pse të ketë paralel, është vetë shteti. Pra, Zoti Agasi ishte vetë shteti. Kështu që ata që ishin në krye të Akshit apo kudo që kanë drejtuar institucionet kanë qenë fiktiv. Pra, kanë qenë aty, emra të vendosur, fiktiv, por në fakt punën e kanë bërë të tjerët. Kështu që nuk shikoj këtu shtet paralel, ne mund ta quajmë ku shteti lufton krimin. Dhe shteti ka kapur një grup apo një organizatë kriminale e cila vepron në kushtet e shtetit, pra në paralel me shtetin. Në rasti konkret, ne nuk kemi një luftë ndaj shtetit, ndaj këtyre, por kemi këta janë vetë shteti. Dhe në kushtet që këta janë vetë shteti, ne s'mund të themi ish paralel. Dhe kështu që kjo është një histori që tashmë ka dalë në dritën e diellit dhe kuptohet qartë kuptohet qartë se si ka funksionuar dhe vazhdon të funksionojë shteti shqiptar si një organizatë kriminale. Dhe kjo, thash, nuk është pa dieninë e kryeministrit, nuk është pa dieninë e organeve ligjbatuese që janë detyrimin ligjor të hetojnë çdo veprimtari të palishme, qoftë jo ku bëhet edhe nga kryeministri i vendit. Kështu që zoti Agasi edhe kushdo tjetër nuk ka vepruar në palishmëri, të kuptojmë, ka qenë vetë shteti, ata e kanë bërë tamam ato. Ata nuk janë ruajtur nga shteti. Ata ka patur në dorë emëronin drejtora policie, drejtuesa policie, pra kanë deportuar në gjithë organet ligjbatuese, ka pasur akses në drejtorinë, në çdo lloj drejtorie, në burgje, në ministrinë e brendshme, pra kudo. Kështu që kjo nuk është diçka që e zbuloi shteti. Shteti është vetë ky. Pra këta e vetë shteti. Dhe kjo është ajo që thash pak më parë që këtu nuk është tërësi e kriminuar, është shteti gjithë i kriminuar. Dhe kjo, sepse kjo është u kthye në platformë, është një platformë e madhe, ne kështu do qeverisim. Dhe prandaj që
ajo të kthehemi te qeveria teknike, nëse këtu nuk beti qeveri teknike, të zgjasi minimumi një vit, që të çmontoj të gjithë institucionet e kalbura, të kapura nga krimi organizuar, nga patronazhimi, të kapura në detaje nga pushteti, që të çmontohen të gjitha ato dhe qytetarët të shkojnë të votojnë të lirë, është e pamundur që të ndryshojë situata, sepse ti mund të shkosh për që qeverinë teknike 2 muaj, 3 muaj, po përsëri Edi Rama i fiton zgjedhje, sepse ka strukturat gati, ka policinë, ka gjitha të ngritura. Po, nëse ndjekim rastin siç e bëri Maqedonia e Veriut pas Gruevskit, që bëri qeveri e cila zgjati 1 vit e gjysmë, mos gaboj, pasi u çmontuai gjithë ajo që kishte ndërtuar Gruevski, atëherë u zhvillua edhe elektorati në maksi patronazhimit dhe shkon në zgjedhje dhe situata ndryshoi dhe Maqedonia ja ku është sot aty s'ka asnjë problemi nga pikpamja e zgjedhjeve kështu me radhë. A mendoni se hapja e folderave të tjerë të Ergys Agasit nga prokuroria e posaçme mund ta fundosë Edi Ramën dhe nga ana tjetër a ka lëvizje në Partinë Socialiste për të rrëzuar Edi Ramën, duke qenë se tashmë zullumi i tij është trashur? Shiko, unë nuk shikoj në Partinë Socialiste asnjë lëvizje, nëse Partia Socialiste është garnizon ushtarak. Dhe nuk ka asnjë lloj ndryshimi nga një repart ushtarak, që është nën komandat e ashtu. Ndryshon, për shembull, nëse ta shikosh nga partitë e tjera, kjo Partia Demokratike po deshët ju ku ka zëra kundër, ka zëra dalin, flasin, diskutojnë. Kjo që është normale në një parti politike, në Parti Socialiste është thash është një garnizon ushtarak. Dhe kjo deri sot nuk shikojmë asnjë zë autoritar aty që ti thot zotit Rama, shiko se këtu ne po gabojmë dhe kjo rrugë që ne po na drejton, po na çon në drejtimin e gabuar dhe ne nesër do fundosemi bashkë me ty, absolutisht nuk jam dëgjuar këtë, madje këta dalin, po ti shikosh të gjithë edhe drejtuese qarqeve ose edhe ata që janë që më të vjetër në Partinë Socialiste, përsëri kënaqen me autokracinë që ka krijuar Edi Rama, qoftë qeverisje, qoftë edhe në Partinë Socialiste. Pra, partia është qeverisja, ajo mënyra e drejtimit të partisë është mënyra edhe drejtimit të shtetit. Kështu që deri sot, deri këto momente që ne po flasim, unë nuk kam parë asnjë zë që të kundërshtoj, qoftë edhe të flasi me rezerva për drejtimin që po i bë partisë, po qoftë edhe qeverisë zoti Rama. Prandaj që më duket e largët ajo ditë që mund të ketë zëra kundër Partisë Socialiste. Kjo do mund të ndodhi vetëm vetëm kur të largohet zoti Rama. Zoti Cakrani, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Falenderit ju dhe kalofshi sa më bukur. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.